Përshëndetje nxënës, njësia e radhës që kam zgjedhur sot për klasën e 9 është shfrytëzimi dhe testimi I numrave dhjetor. Me numra dhjetor shfrytëzojmë në mënyrë të njëjtë sikurse që shfrytëzojmë me numra të plotë. Rregullat mbeten të njëjta. Dallimi është në atë se rezultatin përfundimtar duhet të vendosim presjen dhjetore. Ja një shembull konkret. Njëso numrat 700 herë 80, në B 400 herë 0,6 dhe në C të dy janë numra dhjetor 0,15 herë 0,06. Detyra në A 700 herë 80 mund ta zbërthejmë në këtë mënyrë ku 700 mund ta zbërthejmë si 7 herë 100 dhe sa 80 8 herë 10. 7 numrat 7 dhe 8 I shfrytëzojmë dhe 100 me 10 e shfrytëzojmë. 7 herë 8 56, 100 herë 10 1000. 56 herë 1000 56000. Të këtyra detyra mund të shfrytëzojmë edhe në mënyrë përmendësh. Janë në B 400 herë 0,6. I testojmë detyra sillen në atë mënyrë kur antarën e parë të shfrytëzimit e testojmë me 10, ndërsa antarën e dytë e shfrytëzojmë me 10, 40 herë 6 240. Pra transformojmë në një njësim ekuivalent dhe fitojmë rezultatin e njëjtë. 400 herë 0,6 është I njëjtë, ekuivalent në 40 herë 6, pra rezultati ngelen I njëjtë 240. Dhe në C ku të dy numrat janë numra dhjetor që shfrytëzohen edhe shfrytëzuesi I parë edhe shfrytëzuesi I dytë. Në fillim shfrytëzojmë pa presje dhjetore 15 herë 6 që bëjnë 90. Pastaj njësojmë numrin e përgjithshëm të vendeve dhjetore të shfrytëzuesve. Në këtë rast kemi të dy shfrytëzuesit gjithsej 4 vende dhjetore. Kjo do të thotë se në zgjedhjen e fituar duhet të ketë 4 vende dhjetore ose 4 numra pas presjes. Pra rezultati është 0 presje 0 0 90. Kujdes do të kemi gjatë zgjedhjes së fituar duhet të ndash vende dhjetore. Duhet I numërosh vende dhjetore të rezultatit të fituar. Në rastin tonë, numri 90 ka 2 shifra dhe prandaj shtojmë të dy edhe 2 zero në rezultatin përfundimtar. Numërimin e vendeve dhjetore e bëjmë nga e djathta në të majtë, respektivisht nga prapa. Ja, si që shfrytëzojmë 0 presje 15 herë 0 presje 0,6, fillimisht shfrytëzojmë me 6, 6 herë 5 30, 0 shkruajmë 3 në mend. 6 e shfrytëzojmë me 1 tani. 6 herë 1, 6 herë 3 në 6 ta shfrytëzohet me 0. 6 herë 0 0. Ta shfrytëzojmë me 0 para 6. 0 herë 5 0, 0 herë 1 0, 0 herë 0 0. Tash me këtë 0 këtu shfrytëzojmë 0 herë 5 0, 0 herë 1 0, 0 herë 0 0. I mbledhën të tre. Rezultati është 0 plus 9 plus 0 9, 0 plus 0 plus 0 0 0. Tash duke filluar nga e djathta siç e tham pak më parë, numra 1 2 3 4. Pra, rezultati do ketë aq numra pas presjes sa kanë të dy shfrytëzuesit së bashku. Shfrytëzuesi I parë ka 2 numra pas presjes, shfrytëzuesi I dytë ka 2 numra pas presjes, sa kanë të dy së bashku. Pra, të dy shfrytëzuesit kanë 4 numra pas presjes, prandaj edhe rezultati do ketë 4 numra pas presjes. Pra në rezultat edhe një herë ta përsërisim
fitohet numëri të që të ketë aq një nga pas presjes sa kanë të dy shumëzuesit së bashku. Tash pjestimin e numrave vjetor shpesh e transformohen në pjestim me numër të plotë. Për këtë qëllim përdorim pyesat ekuivalente. Pyesat që kanë vlera të njëjtë janë pyesa ekuivalente. Ja një shembull. 6 pjestim për 0,2 ne shëndrojmë në pyes 6 për 0,2. 30 pjestim për 0,1 ose 30 për 0,1. Edhe në nësë 0,09 pjestim për 0,01 dhe 2,5 pjestim për 0,05. Në tyrën në A 6 për 0,2 e zgjerojmë edhe numëruesin edhe emëruesin me 10, 6 herë 10, 6 10, 0,2 herë 10, 2. Tani lehtësisht e përporojmë. 60 pjestim për 2 bëjmë 30. Pra numëruesin dhe emëruesin i shumëzojmë me 10. Në B, 30 pjestim për 0,1 edhe këtë pyes pasi që ka një numër pas presjes e zgjerojmë me 10 edhe numëruesin edhe emëruesin. 30 herë 10, 300, 0,1 herë 10, 300 pjestim për 1, 300. Pra, numëruesin dhe emëruesin shumëzojmë me 10. Tash në nëcë të tyre në nëcë 0,09 pjestim për 0,01 ose fyje për 0,01. Tash pasi që emëruesi ka dy numra mbas presjes shumëzojmë me njësi dekade 100. 2 zero do të ketë njësi dekade. Në 0,09 herë 100 bëjnë 9, 0,01 bëjnë 100. 0,01 herë 100 bëjnë 1. 9 pjestim për 1 që është 1. Pra i shëndruar me numra vjetor i shëndruar me numra natyror, duke i shëndruar me 100 edhe numëruesin edhe emëruesin. Më lehtësisht i pjestojmë. Si në rastin tonë konkret, 2,5 pjestim për 0,05. Për të lehtësuar, pasi që shkreja 0,05 ka dy numra pas presjes, i shumëzojmë, i zgjerojmë me 100 edhe fitojmë pyesën G. Ja pra 2,5 herë 100, 250, 0,05 herë 100, 5 dhe fituam pjestimin e dy numrave natyror 250 pjestim për 5 që bëjnë 50. Pra numëruesin dhe emëruesin i shumëzojmë me 100. Ja një fletpune që kam përgatitur, në të i kam parashtuar 4 detyra të ndryshme, njësojmë këtë shumëzim në A 0,25 herë 0,2, në B 0,35 herë 0,4, detyra 2 6 për 0,2, në B 6 për 0,4. Detyra 3, shishet e vogla kanë vëllim të lëngshëm prej 0,3 litra. Sa shishe të këtilla mund të mbushen nga ena e mbushur plot me vëllim të lëngshëm prej 6 litra. Dhe detyra 4, dhurarta ka shirit të gjata 5 metra. Sa pjesë të gjata nga 45 cm mund të priten prej saj. Këtu unë kësha sugjeruar të punonin në mënyrë të pavarur, edhe në fund të shifni çelësin e vlerësimit, mandej të shifni përgjigjet a korespondojnë me përgjigjet tuaja. Ja këtu të mbënë përgjigjet për detyrat paraprake. Pra të ndalni video të punoni pa më e dhënë përgjigjen dhe të shifni e keni punuar dhe çfarë vlerësimi mund të merrni vetë. Detyra e parë rezultati 0,05, detyra e dytë 0,875, detyra e tretë, domethënë 6 pjestim për 0,2 shumëzojmë me 10,
60 pjesën për 30, 6000 pjesën për 0,4 shumëzojmë me 10, 160 pjesën për 40, dhe dyra tretë, 6 pjesën për 0,3, edhe këtu shumëzojmë me 10, edhe fitojmë 60 pjesën për 3, pra sa shishe të këtilla mund të mbushën nga ena, 20 shishe të këtilla, pra edhe tyre 4 që ka edhe më shumë pikë të punohen në këtë mënyrë. Së pari ne i shndrojmë metrat në centimetra duke shumëzuar me 100, 15 herë 100, duke lidhur se 1 metër ka 100 cm, 1500 cm. Andaj shiritin e gjatë për 45 cm, 1500 me 15,45 që bëjnë 33 dhe mbetja fitohet 15. Dhe me thonë, 33 pjesë nga 45 cm dhe të ngellë një shirit për 15 cm është. Në fund të keni detyrat të bëni në mënyrë të pavarur në librin faqe 15 të klasë 9, njësoni detyra 1 e keni pa përdorur kalkulatorin. I punoni dhe të njësoni këto 8 detyra. Duke zbatuar pjestimin e numrave vjetor si që i morëm në shembull para. Ju falenderoj.